ai pra në këtë rast kanë partia që ka dalë para, sigurisht se ka edhe përgjegjësi. Pra për ta udhëhequr shtetin dhe në këtë rast e kemi pra të e parë parasysh sjelljen e kaluar, përveç se me ftu krerët e subjekteve opozitare, edhe në takime, pra, edhe me u koordinu rreth një çështje, nuk e di çfarë forme tjetër, pra nuk i ka kanuar kë, hajde këtu ose unë keni me pasoja, mirë, po ju ka dërgu letër, e janë, pra, të koordinohemi rreth një çështje caktuar. Këtë rast unë po kuptoj në shumë mirë, pa ai e shprehjen në një intervistë, ai tha mua me shku tha prapë në zgjedhje nëse nuk janë konstruktiv partitë opozitare këtë rast. Çfarë kupton konstruktiviteti? Apo duket që Albin Kurti po ju thot, hajde ju me rregullat e mia. Jo me rregullat e demokracisë, po hajde me rregullat e mia. Po cilat janë ato rregullat e Albin Kurti që nuk qenë ka demokracisë? Ç'ta zëm për Po qysh me ftu dikon rysha? Ç'ta zëm? Qysh me ftu? Qysh e fton ti për shembull? Se ka ftuar PDK-n hiç pra. Se ka shterë si mundësi, se ka ftuar AKN, e ka ftuar vetëm LDK-n. Ka mund të shterën këto mundësi më herë, apo jo? Ka ofruar nisma se mur. E ka gjykuar javë. Nisma e lyp me 3 deputet krijon e kuvendit. Kjo ka qenë çfarë. Nuk ka mujtë të hajde morën vesh. Duhet me ulë dhe me Po mirë dhe çfarë ka bën këtë rast LDK-s. Marrëveshjet politike nuk janë zbulu me shtetësinë e Kosovës. Mo të ekzistojnë. Po, absolutisht. E për ata Zoti Kurti është ai nuk ka ndoshta as më afru atë as më ul, por nuk vjen kërkush më të mushkri, sa e për ndryshe antarësohet në lëvizjen vetvendosje, edhe sa baba dhe hec. Ata kanë subjektet të veta. Krejnë në rregull. Për me arrit marrëveshje, duhet me pas propozim. Më ul, me këshir pse duhet me ardhën e me të mbështetjen e çdo votat që i kanë. Nuk është domosdoshme që shtesë më dërguar dhe propozimin. Hajde veç mbështetëm se po thëmone, qysh edhe sot po thet. Po, se ashtu edhe rrugës pra që kur të fton, dush me shku me fol pak me to pra. Absolutisht. Se një letër aty me dhon zvim me folën ty. Opozita ka përgjegjësi më fton mua çito në emision. E thu, hajde veç kërkasie, unë nuk vjen në emision. Po kur i ka thonë ashtu, hajde se ç'kjo tema. Po kur i ka thonë, hajde ulim edhe diskutojmë edhe në rregull me atë pjesë. Po mi çashtu kon ftesa që jo ka bëu për shkakun këtë rast. Nuk ka qenë ftesa ka qenë dizajnuar me refuzu. Nuk mund është edhe me akauzu të njëjtën ftesë. LDK-n që e kom bllokuar se procese që s'ke pritur me bu marrëveshje me ata, me ata që shkatruese shtetit, edhe hajde tash po flasim na. Po ata janë retorikë zgjedhje me burrë dhe çfarë kanë postë në derisa letra është LDK-ja pikërisht për shembull ka ftesa i shtushkuar të zyre për vrasjet pas tukës dhe më prap kanë bërë marrëveshje. Që to keni mësuar për mësh. Jo, më me çetepe vite ka qenë kjo. Po e tash para 15 vite ka qenë kjo. Po dhe historiku të mund. Problemi është derisa ftesa ishte shkuar në zyrën e LDK-s. Retorike fushatës. Të njëjtën kohë, në kohë reale, dishin eksponent të lëvizjeve vendosje në hollën e Kuvendit edhe akuzojnë LDK-n. Po ato janë akuzuar. Që janë çasna me Bliat Loj. Nuk vjen. Janë akuzuar për vrasje, edhe megjithatë unë i admiroj pse unë e konsideroj që ka qenë retorike me lëvizjen vetvendosje koalicion. Retorike fushatës ka qenë edhe koalicion me lëvizjen vetvendosje. Po, kanë bë. Edhe soi ka zgjat. Po, çfarë ka zgjat? Zotin Kurti që thot, na ka zgjat pas të 4 ditë tash as pas orës na zgjat. Sepse ja kanë qenë ato do ministra që kanë dorë. Çish po mendon mi besu tash në LDK me shku me simbyll ato me kon. Hajde të çish një kryeministër, ato nuk mundesh me marr vendime sikurse që ka marrë ai zotnia atë më mirë, me shpoll gjendje ose jo të jashtëzakonshme për çështje të caktuara. Pra, me pas një koordinim. Përderisa nuk ka shpoll gjendje të jashtëzakonshme se ka kompetencë. Ashtu diçka ka qenë ashtu po më vajt po. Çdo problemi që nuk po e këshin argumentin deri në fund. Po mjafton një flusk me shu. Edhe pas baneri po lezone, jo tekstin poshtë. Atë qenë një deklaratë. Ai ashtu ka propozuar se duhet të shpoll gjendje. Është shefi qeverisë, me ditën mos më shkuë sepse janë ndër rregulla ato. Do të më ditë kush është zot shtëpia. Edhe në këtë rast nuk u respektuar zotë e shtëpisë, sipas të rregullat që kanë pas koalicionet normal ai po mos kishte marr ato veprime Albin Kurti si ka marr, atëherë do të kishim qeveri, nuk do ta kishim këtë krizë, kishim me mandatë të tjera, ku janë kompetencat e tjera. Po, ja, ajo ka